i dashur publik, mi mbroma, shpresoj që dalem nga dale do të mund të lidhemi sonte me një numër të njerëzve që janë të interesuar të na dëgjojnë sonte. Për juve në TikTok e di që ka kalu një kohë gjatë që nuk kam qenë këndej, e për juve që jeni në Facebook, ndonjëherë se shpesh, ndoshta edhe ju paraqitem, por sot do të flasim një temë interesant. Besoj me interes. Ju kërkoj ndjes vetëm sa ti paraqes linqet e nevojshme, edhe pastaj do të lidhemi e do të mund të vazhdojmë të flasim. Rreth 30 njerëz që kanë në TikTok, në Facebook që kanë 20, me mbroma gjithve, me mbroma mi se keni ardhë, po përpjekna të rregulloj linqet, të cilat janë të domosdoshme dhe të nevojshme për juve me i pa dashur lexues e shikues, në mënyrë që ku t'ju rekomandoj linqet e di që jeni të paktën juve në Facebook, sepse në TikTok nuk kam mundësi qush me paraqit linqe, po i kam në profilin tim. Mi mbroma TikTok a gjive, mi mbroma Facebook a gjive, ju në gjatë jetë a gjithve, faleminderit që keni ardhë, faleminderit që po vini. Unë jam jashtë terenit të luftës që kam qenë që më shumë se 1 muaj duke raportuar në Ukrainë për mediat britanike, dhe misioni im ka përfunduar për këtë sezon. Si që dini gjatë gjithë kohës sa kam qenë atje, megjithatë kam vazhduar të merrem me Kosovën, sepse kam obligime profesionale, por edhe njerëzore edhe asaj çfarë unë kam pasion dhe përkushtim të plot profesionale dhe njerëzor lidhur me vendin tonë, Republikën e Kosovës. Disa që kanë kurioz me ditë pse nuk vinë në Kosovë, është nuk kam punë në Kosovë për momentin, se unë e vi në Kosovë sa herë që të kam nevojë me në Kosovë. Me punë kam qenë që më shumë se 1 muaj në Ukrainë, edhe unë jetoj në Londër për mënyrë permanente. Nëse jeni të interesuar me ditë pse kom ikë prej Kosovës, është sepse kohën kur o dasht me ikë për strukturave kriminale dhe vrastare, të cilat përpiqeshin të më vrisnin dhe ta pamundsonin jetën time atje në mënyrë të qetë paqësore, që të jetoja dinjitetshëm si çdo qytetar i Republikës Kosovës. Kjo është arsyeja pse unë nuk kam mundur të vazhdoj të jetoj në Kosovë dhe kam gjetur mbështetje në shtetet perëndimore ku respektohet e drejta njerëzore dhe profesionale dhe njeriu si njeri. Dhe arsyen e këtyre rrethanave, pra, unë nuk kam qenë vetëm njeri që është përballë me këto struktura kriminale të instaluar rëndësisht nga struktura vrastare e Shëmthaqit. Ka pas njerëz më përpara që janë përballë me to, siç janë luftëtarë të luftës çlirimtare të Republikës Kosovës, të lavdishme UÇK, pastaj veprimtarë të tjerë, patriotë shqiptar, po ashtu të nismës për shlirimin e dheut, gazetarë shumë të tillë, të cilët me të kërkuar llogaridhënie dhe me të përpjekur për t'i hedhur të vërtetat në dritë, janë përpallë me krykën e pushkës. Gazetari nuk përgjigjet me pushkë, gazetari përgjigjet me laps e me letër, me fakte, me argument, edhe nëse ti kush do të qoftë grupi organizuar i interesuar më përgjigj gazetarit me pushkë, atëherë kjo është zgjedhje juaja, mirë po herë do kur do të ndodhë që do të përballeni me shpatën e drejtësisë, siç po ndodh që njerëzit tash derisa ne jemi duke folur
janë duke u përballë me shpatën e drejtësisë dhe shpata e drejtësisë do ta ketë fjalën e vet përfundimtare me 16 shtator të këtij viti. Për ju që ne keni përcjellur kronikat e Barutit tash e sa vite, keni pa që ne jemi të interesuar që të shkruajmë vazhdimisht për të vërtetën, e në strategjitë tona editoriale kryesisht interesimi është mbrojtja e interesit kombëtar, mbrojtja e shtetit, mbrojtja e Republikës Kosovës, mbrojtja e të vërtetës dhe ndarja e rrjeteve kriminale nga ajo që nuk është kriminale. Pra ne e themi shpesh i dashur publik që ti kritikosh rrjetet kriminale nuk është ta godasësh ose ta kritikosh ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe lavdinë e saj. Në një shkremtimin të botuar me 28 qershor të vitit 2026, ju që e keni lexuar, që quhet pse plaçkitësit e pas luftës nuk janë çlirimtar, ku themun se UÇK-ja ishte sublimiteti i një populli për ekzistencë, por asnjëherë imuniteti patologjik për komandantët që e vodhen arsimin, shëndetësinë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë dhe të shtetit tonë. Unë atë shkrem vazhdoj të them se kritika ndaj krerëve, ish krerëve të luftës çlirimtare, siç ishin Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi apo Samil Ushtaku, nuk ka asnjë lidhje me të qenurit anti-UÇK, përkundrazi, ajo është akti më i lartë i mbrojtjes së vlerave të pastra çlirimtare, ushtria çlirimtare e Kosovës themun, ishte dhe mbetet aspirata sublime e popullit tonë të tërë për ekzistencë dhe liri dhe një pasuri kombëtare pa kontestueshme dhe e paprekshme. Por uniforma e shenjtë e vitit 1999 nuk mund të përdoret si një pastrues kimik apo leje imuniteti për mëkatet, plaçkitjet, tradhtitë dhe vrasjet sistematike gjatë dhe pas luftës të cilat u kanë bërë këta njerëz në emër të kësaj uniforme, të kësaj lavdije, patriotëve, intelektualëve dhe luftëtarëve të lirisë të cilët nuk janë pajtuar me këta. Ajo që unë deshta t'u tërheq vëmendjen sot në këtë transmetim të drejt për drejt për ju me ju i dashur publik, si që keni pa në 2 javët e fundit, tash është java e tretë, jemi duke shkruar për ditë një artikull lidhur me dosjen e Hagës e cila është botuar në maj të vitit të këtij viti dhe të cilën ne kemi arritur ta shkarkojmë nga websajti i Prokurisë Speciale dhe pastaj është kërkuar që ai dokument të zhduket nga publiku, nga mbrojtja e Thaçit me sa duket. Ende jemi duke përpjekur ta verifikojmë, po gjithsesi është problem me gjeta dokumentazh, po ne kemi qenë vigjilent dhe kemi pa dhe e kemi shkarku. Sot, nëse e keni pa në kronikat e Barutit, në orët e mesditës e kemi botu artikullin e parë prezantues për Xhemal Mustafën, ku titullohet Gazetari që përktheu filozofinë e rezistencës paqësore në arkitekturë shtetënore. Dosja e Prokurisë Speciale dokumenton betejën e brendshme politike ku eliminimi i zërave intelektual si Xhemal Mustafa e shënjestroi arkitekturën shtetërore të Ibrahim Rugovës, pra të Republikës Kosovës. Pra, strukturat e instaluara nëpërmjet një lloj puçi në kokën politike të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke i vrarë kokën politike dhe intelektuale të UÇK-s, duke filluar me Behajdin Allaçin, nuk është struktura themeltare apo themeluese e luftës çlirimtare apo ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjetjet tona dokumentuese e tregojnë dhe dokumentojnë se zoti Thaçi ishte rekrutuar nga shërbimi sekret francez, i cili po e zbatonte një politik 100% pro-serbe, pro-beogradase, në kohën kur Franca administrohej nga administrata e presidentit atëhershëm Jacques Chirac, duke qenë se ne kemi gjetur përveç kablo diplomatike zyrtare të cilat e dokumentojnë
politikën zyrtare të Francës, që ishte pro-serbe atëherë, të cilët po e kishin instaluar, pasi e kishin rekrutuar Hashim Thaqin në kokën politikit UÇK-s, dhe ai instalim kishte qenë i përgjakshëm, sepse ishte vrar Behajdin Hallaçi, pra ishte vrar koka intelektuale dhe politike UÇK-s, në mënyrë që Hashim Thaqi me strukturën e tij vrastare sipas gjetjeve tona ulëmtuese të botuara me 4 shkurt të këtij viti, ta merrte kontrollin e plot të shtapit përgjithshëm të UÇK-s, dhe më pastaj vrasjet nuk kishin ndaluar me vrasjen e Behajdin Hallaçit, por kishin vazhduar me arrestime të paleqshme, me torturime dhe mbajtje të njerëzve në burgje, të cilat kanë qenë krejtësisht ilegale dhe në kundërshtim me ligjet e luftës, por edhe me misionin e lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës për ta çliruar atë dheun. Dhe në artikullin e sotëm, i dashur publik, ne themi a u vra Xhemal Mustafa për ta zëvendësuar Republikën Demokratike me një pushtet të dalë ekskluzivisht nga gryka e pushkës. Dosja përfundimtare e prokurisë specializuare zbulon një të vërtet të patreguar. Atentati nëntorit të vitit 2000 nuk ishte një krim i izoluar, por kulmi një fushate sistematike për t'i përmbytur institucionet paqësore të Republikës Kosovës me legjitimitet të plot të votës së lirë të qytetarit të Republikës Kosovës, të ndërtuar nga presidenti atëhershëm Ibrahim Rugova dhe njerëzit me të cilët ai punonte, që ajo që ishte Lidhja Demokratike e Kosovës. Ky hulumtim i thelluar fillon nga sot, pra ditë e hënë, që ta zbërthej arkitekturën e një lufte të heshtur për kontroll politik, ku fjala e lirë dhe legitimiteti institucional u pan si pengesë nga një autoritet paralel i cili ishte instaluar dhunshëm në krye të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Duke u instaluar dhunshëm, kishte shkaktuar gjakderdhje, pra kishin vrarë kokën politike dhe intelektuale të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Behajdin Hallaçin, dhe më pastaj janë vrarë të gjithë veprimtarët e tjerë të cilët kanë guxuar të kërkojnë llogaridhënie dhe kanë guxuar të kundërshtojnë këto veprime dhe taktike antikombëtare, antipatriotike, që sipas asaj që ne kemi dokumentuar deri më tash dhe kemi gjetur në terren si material informativ, duke komunikuar me autoritetet franceze deri më tash, dhe duke kërkuar dhe gjurmuar në arkivat franceze të diplomacisë së saj, po del që me apo pa vetdije këta njerëz kanë vepruar edhe në interesat të Serbisë, duke qenë se Serbia e ka pas interes fundamental për dhënien fund të misionit të gjatë të lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra duke i vrarë krerët dhe themeltarët e saj të vërtetë. Gazetarija investigative, dashur shikuesi, dashur publik, nuk i nënshtrohet cenzurës apo interesave partijake. Kjo është gazetaria që ne e bëjmë dhe fatkeqësisht jemi të vetmit që jemi duke e bërë tash 3 vjet në hapësirën e mediave shqiptare. Prandaj, për ta mbajtur këtë zë plotësisht pavarur dhe të paanshëm, na ndihmoni që të vazhdojmë misionin ton, duke e mbështetur redaksin ton, qoftë me një abonim me pagesë apo me një donacion të mundshëm që ju mund t'i ndihmoni. Në artikullin e nesërm, të cilin do ta botojmë, që do të jetë vazhdimsi artikullit të sotëm, ku e prezantuam se kush është Xhemal Mustafa sipas dosjes së prokurisë speciale të gjykatës së Republikës Kosovës, pra gjykatës së drejtësisë në Hag, ne do të vazhdojmë nesër pjesën tjetër të asaj se çfarë ka quar në vrasjen e Xhemal Mustafës dhe se si Xhemal Mustafa ishte targetuar dhe bërë shënjestër e strukturave kriminale dhe vrastare të cilat kishin ardhur me ndihmën e shërbimit sekret francez dhe kishin veshur petkun apo pelerinën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës në mënyrë që ta sabotonin faktikisht operacionin e çlirimit të dheut dhe targetonin veprimtarët e vërtet politik të cilët ishin
angazhuar për ta shtliruar adeun në saje të themelimit të luftës qëtërimtare, të themelimit të ushtrisë qëtërimtare të Kosovës. Po në dua t'i tërheq 3 paragrafe për juve sonde, të cilat pasi e kemi hartuar materialin raportues në sajt të dosjes së Hagës, për ditë më shumë është duke më krijuar bindja se e njëjta strukturë vrastare e ideologjike e atij mentaliteti është aktive sot në Kosovë tash, derisa ne po flasim në këtë transmetim të drejt për drejt. Dëgjojeni se çfarë them unë në sajt e asaj që e kam lexuar në dosjen e Hagës në këto 3 paragrafe. Një nga dokumentet që prokuroria i trajton me rëndësi të veçantë është deklarata politike numër 7 e datës 13 gusht 1998. Sipas dosjes së Hagës, kjo deklaratë nuk ishte thjesht një tekst politik. Ajo e përfaqësonte një ndarje të hapur me institucionet e Republikës Kosovës dhe me udhëheqjen që ato e përfaqësonin. Në të, shtabi i përgjithshëm i USHQ-s shpalte se nuk e njihte më autoritetin e presidentit Ibrahim Rugova, të qeverisë Republikës Kosovë në eksil dhe të strukturave të tjera politike që kishin vepruar deri atëherë. Prokuroria e sheh këtë dokument si një moment kyç në përshkallëzimin e konfliktit politik ndërmjet 2 koncepteve rivale të legitimitetit. A jeni të e lexu që situatë që shështu ndodhë sot në Kosovë, sidomos në 7 vjeçarin e fundit, që kur ka ardhur në krye të vendit kryeministri Albin Kurti, i cili është me mision të qartë, vendimarrës, veprues, konkret, për ta shpartalluar instalimin sistematik të Serbisë në Kosovë, të cilin instalim e kanë kryer strukturat e ashtu quajtura në emën të UÇK-s, në emën të shtlirimit e madje edhe shtlirimtare në kohën e 20 vjeçarit të pas luftës në Kosovë. Ajt keni dëgju që shoni kom dëgju shpesh, të e fakte publike, i dashën publik, ku shpesh thojnë që Albin Kurti se përfaqëson Kosovën, Albin Kurti se përfaqëson popullin, Albin Kurti është Serbia, Albin Kurti është tu i bo interesat e Serbisë. E njëjta fushat paralajmëruese është edhe ndaj Kurtit siç ka qenë ndaj presidentit Rugova dhe besnikëve të tij, të cilët po punonin për ta pavarësuar Kosovën nga regjimi gjakatar i kontrollit të pushtues së Serbisë Miloševićit. E njëjta strukturë që sot është në burg dhe po përballet me dyshimet e bazuara për vrasje politike të politikanëve, veprimtarëve shqiptar patriot dhe luftëtarëve të lirisë, edhe të gazetarëve, e njëjta strukturë ju ka thënë të njëjta gjëra atëhere njerëzit të cilat i ka targetuar për t'i vrarë. Dhe qata njerëz që janë targetuar për më vrarë kanë qenë kokat intelektuale, politike të strukturave të armatosura dhe të parmatosura shqiptare që kanë punu për shkëputjen e Kosovës nga Serbia. E njëjta strukturë politike me të njëjtën kauz të punës për shkëputjen e Kosovës nga Serbia, që është të punu me pushtet të plot thuajse në 7 vjeçarin e fundit, e njëjta kauz është të përballë me të njëjtën përpjekje të grykës së pushkës ose kërcënimit për vrasje dhe eliminime nga krejt çdo struktura kriminale. Sot në rrjetet sociale i dëgjova disa zëra ku ja ka nis tash me fol, me kritiku që zoti Kurti po u sill kana për gjipa e paska truproja që s'paska atë nevojshme e detaje të tilla. Pastaj kom dëgju, domethënë edhe fjalime, edhe narrativa të cilat e përkeshin prokurorin e shtetit. Domethënë, kur e kritikon një veprim politik të kryeministrit apo një politikani apo të një vendimi prokurorial, është legjitime sepse na kemi të drejt legjitime me kritiku edhe me nda mendime edhe ide qysh me u bo që ajo pun ma mirë. Mi po si qini tuke e po, këta nuk janë të kritiku punë,
këta nuk janë të kritiku kauza, sepse këta nuk kanë kauzë politike, nuk kanë kauzë shoqënore, vetëm në gjë që duket se këta e kanë që po na tregojnë me fjalën e tyne, me gojën e tyne, është kauza vrastare për ta vrarë çdo nismë politike, patriotike që ka për qëllim shkëputjen e Republikës së Kosovës nga kthetra të Serbisë që këta i kanë instalu për 20 vjet mas luftës. Vesh një sekond t'ja bëj blok një far debilit që ka ardhe të mënu me shok tu, po shpresën që po na e nal hovin. Ta lexoj paragrafin e radhës. Për njerëz si Xhemal Mustafa, kjo nuk ishte përplasje abstrakte. Ai ishte një nga zërat publik më të njohur të institucioneve që po viheshin në pikpyetje nga strukturat vrastare të Hashim Thaqit. Çdo sulm ndaj legitimitetit të Republikës së Kosovës ishte në të njëjtën kohë edhe një sulm ndaj filozofisë politike që Xhemal Mustafa e kishte mbrojtur për vite me radhë. Ai nuk përgjigjej me armë, përgjigjej me argumente, me deklarata dhe me bindjen se shteti ndërtohet mbi institucionet që burojnë nga vullneti i qytetarëve. Si që kemi pa, tu janë nis Sami Lushtaku, te Hysni Gucati, te dikush si Florin Krasniqi, te krejt këta far papagajt e tjerë të pushtetit kriminal po flas, jo të pushtetit aktual që ka me votë të qytetarit kryeministri Kurti. Përfshirë satelitët e strukturave kriminale që e kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet rresht. Pandalim. Krejt do më thonë janë të umunu me e sulmu filozofin politike të kryeministrit Kurti, i cili e ka mision të qartë, veprim të verifikueshëm shkëputjen e Kosovës nga Serbia, të cilën Serbi këta për 20 vjet rresht e kanë instalu në Kosovë, krahasimisht paralelisht duke e plaçkitur në Kosovën, paralelisht duke e shkatruar çdo kauzë filozofike, çdo pore politike që kishte lënë presidenti Rugova mbrapa në LDK. Si që dini, LDK-ja sot është paqavër. Është paqavër e shikut vrastar, shiku ja u ngre hund, e ja u ngre vesht, e i ngre për breke, për done, për majica, për qatë dush, kur do që ti teket. Qysh do që ti teket. Në më thënë, nuk ka kauz në atë parti politike ma. Ka mercenar, ka njerëz të komprometuar të cilët i përgjigjen shantazhit dhe kompromateve që i kanë ndërtu shiku vrastar me vite. Edhe në anën tjetër e ki kryeministrin Kurti, i cili e ka një filozofi të qartë politike, një kauz të qartë për ta bërë vendin të shkputun nga Serbia dhe vazhdon punën e tij, ndërkohë që të parët sabotues të cilët përpiqen me përmbyt qatë kauz politike, që përpiqen me ndyt qatë kauz politike, që përpiqen me vu në çdo dyshim nga publiku, me rana të një pas njëshme, lloj-llojshme, më të pistat që keni mujt me ini, po i quajt pistat ndytuna e ndotuna sepse janë rana, verifikueshëm janë rana. Dhe njerëzit që po i sjellin, domthonë janë njerëz të pa kauz, janë njerëz të pa dinjitetshëm, janë njerëz të pa integritet, janë njerëz që kanë rrajt, kanë vjedhë, kanë plaçkit, edhe ja u kanë qel dyrë të radojqiqve, ju kanë dhënë kontrata e tendera, i kanë tolerue, ja u kanë dhënë mundësin me u largue, me i ik drejtësis, e kështu me radh, por janë edhe njerëz të cilët janë pjesëmarrës në vrasje politike, vrasje të kategorisë banditeske kriminale,
janë njerëz që janë pjesëmarrës të drejtë për drejtë dhe urdhëronës të dhënës të drejtë për drejtë të plaçkitjes sistematike të Republikës Kosovës, të nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat e kanë favorizu interesin e Serbisë në Kosovë dhe e kanë dëmtu vazhdimisht Republikën e Kosovës dhe Republika e Kosovës, shtëpia jonë kolektive, është sot tu përballë e 7 vjet me pasojat e nënshkrimeve të një pas njëshme të 20 vjeçarit të pushtetit të komandantëve të pas luftës që kanë qenë komandant për plaçkitjen e fondit çlirimtar, që kanë qenë komandant për plaçkitjen sistematike të Republikës Kosovës, e komandant edhe për vrasjen e politikanëve, veprimtarëve, patriotëve e gazetarëve të Republikës Kosovës. Ata, për ju që nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, kanë tentuar me vrarë mua në 2012-ën, edhe kanë tentuar me mbledh 2015-ën, mi kanë ofruar një 300.000 euro, edhe thanë duhesh me nalti atë procedure gjyqësore ku kërkon drejtësi, ose thanë kena me të vrarë. Unë nuk vendosa, as mi dhon mundësinë aty në me vrarë, por as mi dhon mundësinë me mbledh, u largova për venit, edhe e kom riorganizu vetën, edhe tash profesionalisht jam prap të vazhdu të njëjtin rrugtim për me kallëzu të vërtetën, për me sfidu këto struktura kriminale, për me ju kallëzu këtyne kriminalve që populli shqiptar nuk ja u ka frikën. E keni rajt, e keni mashtru për 20 vjet, po jo më ka përfundu, ka cofa e pun, ju doni me shku të shtëpia, ju doni mu përball me pasojat e veprimeve tuaja të gabuara dhe kriminale besa, me cilat vetëm ju për cilat vetëm ju jeni përgjegjës dhe vetëm ju jeni fajtor dhe as kush nuk ja u ka fajin. Nuk ja u ka fajin as familjari dëshmorve, as dëshmori i rënë heroikisht për liri, as simboli i lavdishëm dhe lavdia e luftës çlirimtare dhe as kush tjetër pos ju jeni fajtor të vetëm për veprimet tuaja të gabuara dhe për cilat ju duhet të përgjigjeni, sepse nuk ka kërkush me hub kohë për budallakite juja. Nuk ka kërkush me hub kohë për rrenat e juja, për plaçkat e juaja, për plaçkitjet tuaja banditeske, sistematike, që ju po doni me vazhdu me u kthy Kosovë edhe me e vjedh Kosovën. Po e vazhdoj me lexu edhe paragrafin e 3, edhe pas të cilit njoftoj përsëri që të mos harroni të abononi në Kronikat e Barutit dhe t'i ndiqni serinë e shkrimeve tona hulumtuese që raportojmë saktësisht mbi bazën e asaj çfarë kronologjia e dosjes së gjykatës speciale të Kosovës në Hag po na tregon të vërtetën e verifikueshme në sajt e asaj çfarë prokurorët serioz dhe me integritet kanë mundur të dokumentojnë gjatë kohës sa ata kanë pas kohë e legjitimitet për me bo hetimet e tyre. Historia tregon se procesi i delegjitimimit rrallë fillon me dhunë. Ai fillon me gjuhën, ku një institucion përshkruhet si i pavlefshëm, ku drejtuesit e tij paraqiten si pengesë, ose ku një pjesë e shoqënisë bindet se ata nuk kanë më të drejtë ta përfaqësojnë askënd, krijohen kushtet që çdo hap i mëvonshëm kundër tyre të duket më i pranueshëm. Kjo nuk është një përfundim i prokurorisë, por një vëzhgim historik që është përsëritur në shumë konflikte politike në botë dhe që na e kemi pa se është përsërit edhe në Republikën e Kosovës. Nëse i kujtohet, para zgjedhjeve të qershorit e kemi pa një lloj papagallëku të deklaratave të përsërituna ku thonin se ky ka ardhur me dhunë në pushtet, duhet mu largu me dhunë pi pushtetit, duhet mu qit zvarë. Apo kuptoni, kryeministri Kurtis ka ardhur me dhunë në pushtet, ka ardhur me votën e lirë të qytetarit të Republikës Kosovës. O munun me e shit atë rranë, nuk ju dhezi. Pse nuk ju dhezi? Sepse këtë rranat para prakisht që këta i kishin përpjek me i shit,
nuk ju kanë dhezë. Para prakesht, ta o mënu me thonë Albini është i Serbisë. Si ju dhezi. Kanë fabriku rana e skenare të përsëritura në për media, pra populli e din që këta janë qata hajduq që e kanë vjedhë Kosovën për 20 vjetë, qata vrasës që i kanë vra veprimtar patriot Republikës Kosovës për 20 vjetë, qata hajna vrastar që i kanë vra veprimtar e luftetarët e liris gjatë dhe mas luftës, edhe nuk ju besoj. Nuk ju besoni që nëse dikush kish mi ju besu këtyne, këta e kishin vra kryeministin Kurti dhe e kishin vra çdo patriot tjetër i cili i bashkohet kauzës kombëtare për shkputjen e Kosovës nga Serbia. Këta nuk kanë lënë njeri pa vrarë nëse e kanë besu që kanë me mujt me shpëtu nga shpata e drejtësisë edhe llogaritania. Këta e kanë vrarë edhe njerëzit e vet, nëse ju kujtohet Dino Hasanaj 17 herë u pat therr me thik, edhe e paraqiten si vetë vrasje. Nëse ju kujtohet Hamdi Sopa, u pat shty pej balkonit, u pat qit në tokë, edhe u munun mi amontu fëmijëve vet, merreni me mend, do më thonë familja Hamdi Sopës, lere që u përball me tragjedinë e humbjes së babait, ata o dasht me u përball edhe me të merrin terrorizues të akuzës së pa bazë se këta e kanë vra vetë babën e tyne. Në më thënë, pastaj e kanë vra Elvis Pistën, kanë vra do më thënë njerëz pa fund, këta njerëz janë e keqja e së keqës, e të këqijave të keqës, e të këqijave të keqës, të këqijave të këqijave të pa fundme. Këta njerëz rajnë qatë shumë sa që kur kapën të rajt, rajnë për rënën që kanë rajt, pastaj kur kapën të rajt për rënën që kanë rajt, rajnë prap për rënën të cilën janë kap duke rajt. Dhe këta nuk e din mo, cila është e vërteta, cili është realiteti, dhe ku është nota, ku është dita, ndonjëherë është besoj që ndoshta nuk e din as emrin e tyne, se kush është ai. A kupton? Këta njerëz janë jashtëzakonisht rrezikshëm dhe prandaj jo vetëm këta që janë në burg, po të gjithë ata edhe jashtë burgut që papagallojnë në për rrjetet sociale, në për media televizive, duke i mbrojt ata, gjoja se po e mbrojnë lavdinë e UÇK-s, gjoja se po e mbrojnë ushtrinë shërimtare, nuk ka nevoj as lavdia UÇK-s, as ushtria shërimtare e lavdishme e Kosovës me u mbrojt nga matrapaz, nga kriminal, nga njerëz të cilët e mbrojnë krimin në emën të UÇK-s, nga njerëz të cilët e mbrojnë plaçkën sistematike të Kosovës në emën të lavdisë së UÇK-s, nga njerëz të cilët nuk janë në gjendje me pranu se duhet drejtësi për vrasjet politike në Kosovë, nga njerëz të cilët nuk janë në gjendje me pranu se duhet drejtësi për vrasjen e veprimtarëve patriot, kombëtar, veprimtarëve çlirimtar të vërtet në Kosovë. Domethënë, ju nuk kualifikoheni me mbrojt të lavdishme në UÇK sepse ju jeni të palavdishëm. Ju nuk keni lavdi, që të mbroni diçka të lavdishme, ju duhet të jeni të lavdishëm. Ju të paktën duhet të keni integritet njerëzor edhe kombëtar edhe profesional kur flisnin në emër të fushave profesionale. Por ju nuk keni dhe prandaj vazhdimisht piskatni tu përpjek me marë e me huazu pak lavdi sa të mundeni nëse ju ngjitet ajo, mi po nuk ju ngjitet. Juve 50 milion flamura e simbolet UÇK-s me janë ngjit në krye, në kome, në trupe, ku doni na për integritetin tuj, ata ju bin sepse lavdia nuk mund të rri me të palavdishmen. Prandaj ju keni nevojë domosdoshmërisht ta përsërisni vazhdimisht se jeni UÇK, duke qenë se e dini që nuk jeni, duke qenë se e dini që jeni plaçkashët, hajduqët
e fundit shtërimtar, hajduqt e jetëve të shtërimtarëve të vërtet, sepse jeni vrastar, vrasës që disa për juve keni marrë pjesë të drejt për drejt në vrasjen e shtërimtarëve dhe vëmëtare patriot Kosovës, disa për juve jeni bashkëpjesëmarrës duke qenë se e keni ditur që ka ndodhur këto gjana dhe keni heshtur sepse ju ka përshtatur, ju ka konvenuar që të mos i kundërshtoni ato veprime gjakatare, gjakpirëse, antipatriotike dhe shkavellore. Marrëm ju ardhë. Kjo absolutisht është e papranueshme dhe redaksia jonë është e përkushtuar. Është e përkushtuar përfundimisht, pafundësisht, dhe ne asnjëherë nuk do dorëzohemi për ta thënë të vërtetën, për ta dokumentuar atë, për ta transmetuar atë te publiku dhe gjithmonë do ta përsërisim sa të jetë e nevojshme dhe do t'i nxjerrim dëshmitë në publik se ju zotni të palavdishëm nuk mund ta mbroni lavdin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse para se gjithash, lavdia nuk ka nevojë për mbrojtje. Aq më pak nga matrapazët, sharlatan, plaçkitës, hajduq, vrasës e tradhëtor. Aq më pak nga të tillët. Mos u mundoni, sepse kot i keni ka marrë fund puna juaj. Kapni plaçkat, shkoni te shtëpia, edhe krejt hajduknin që ja keni bo këti kombi, kthenet e mas, sepse duhet patjetër do të mjë majtë para llogaridhënies edhe para përgjegjësisë për krejt këtë punë. Nuk ka mundësi, dikush po thot zbute, nuk ka mundësi me u zbut këtu kur gjë, njerëzit janë vra, pafajsisht. Njerëzit janë vra sepse kanë vepru për çlirimin e dheut. Dhe kur janë vra një herë, janë vra për s'dyti herë. Dhe çush janë vra për s'dyti herë, duke ju thonë se ju jeni u të bashkë, duke ju thonë se ju jeni tradhtar. Madje për streti herë janë vra duke shpallur hero e patriota e duke i qel varrezat e tyne për mi shti në varrezat e herojve, edhe pastaj duke u përpjek me a kërcnu e me a u ble familjet të cilat kanë qenë dëshmitare të hejt kësaj vrasje, të këti makabriteti. Unë nuk e di disa për juve qysh po kini goj e motiv me thonë zbute, a nuk po ju duket rasti i të mërshëm. Qka ka me u zbut këto? Mi u qu lula unë e vrasësve? Mi u thur elegjie, poezi të lavdishme njerëzve të cilët i kanë bot dëm kombit tonë? Urdhëro zotni, nëse ti e kia disponim, shko udha martë koft, thurju poezi edhe zbuti qysh dush. Une nuk po kuptoj qysh me të zbut këtë farë situate, sepse nuk është e but. Vrasja e jetës, marrja e jetës e njeriut nuk është e but. Nuk është e but, zotni. Apo kupton? Ka familje që hala nuk e din ku është baba i tyne, ku është motra, ku është vllau, fëmijët e tyne, të cilët i kanë shpëtu kohës e luftës dhe janë plaçkit edhe janë vra mas luftës e nuk e ditë ku është varri i tyne. Jo duhet me konë me të vërtet, ose nuk keni të ditë mjaftueshëm, ose keni problem të dignitetit njerëzor dhe të asaj çfarë quhet njohuria e kuptimit të jetës e njeriut, e aq më tepër edhe të jetës e një patrioti dhe veprimtari që vetëdijshëm ka vendos me e qit jetën në rrezik, se kur jo nis ata njerëz me shku me luftu për atë dhe, ata e kanë ditë që mundën edhe me u vra. Ata e kanë ditë dhe mundën me u vra, po ja kanë bo halal jetën tokës për shtirimin e atë dheut. Po jo me të vrati vllajut, jo me të vrati njeriu që ti ke besu me jetë, me shku me luftu bashkë me to. Kjo është e tmerrshme. Nuk e di qysh kjo do të me kone but për juve që po kërkoni zbutësi. Nuk ka zotni zbutësi. Nuk ka. Duhet drejtësi dhe duhet me folë për vërtetën edhe atëherë që është
e dhëmshme. Dhe besojni apo jo, për mu është aq e tmerrshme sa është edhe dhëmshme që jom rrit me u bë gazetar edhe me qenë dëshmitar i asaj çfarë na të gjithë kemi qenë dëshmitar që ka ndodhur në Kosovën e mas luftës, e me lexu materiale dokumentuese ku na tregojnë se njerëzit në cilët kemi besu se kanë marrë luftën për liri, faktikisht janë hy me dhunë në kryet e asaj lufte dhe kanë vrarë patriotët tonë, kokat politike dhe intelektuale të luftës tonë shtirimtare, dhe i kanë vrarë shtirimtarët tonë, i kanë vrarë veprimtarët tonë politik, i kanë vrarë gazetarët tonë. Ju lutem shumë. Nuk e kuptoj që kërkoni me qenë, me pas fjalor të zbutur. Nuk e di fjalor më të zbutun si që e kam unë, si që mund tjetë ndryshe, por ajo që ka unë po e tregoj, është e egër, është e tmerrshme, është vrastare, është gjakatare, sepse ka ndodhur vrasjet. Unë nuk mund të spjegoj vrasjen si dasëm. Nuk mund të spjegoj vdekjen si lindje të jetës. Vdekja është e ftohtë dhe e tmerrshme. Është edhe më tragjike kur ajo shkaktohet nga struktura njerëzore të cilat kanë bërë plan për ta shkaktuar atë vdekje. Prandaj keni mendjes kur kërkoni ndonjë lloj mirëkuptimi të çuditshëm nga unë. Unë po i shoh disa të tjerë që kanë ardhur këtu po më thojnë se unë qenë kam i poshtër. Unë qenë kam i poshtër që po kallëzoj që në vrarë luftëtarët e lirisë. Unë qenë kam i poshtër që po kallëzoj si është bërë puç luftës çlirimtare dhe është vrarë koka politike dhe intelektuale e luftës tonë çlirimtare. Unë qenë kam i poshtër që po kallëzoj se është sabotu çlirimi ynë. Unë qenë kam i poshtër që po kallëzoj se gazetarët tanë janë vrarë, se politikanët janë tanë me kauzë politike për çlirimin e Kosovës janë vrarë pabesisht. Unë qenë kam i poshtër dhe nuk që kanë të poshtër ata që i kanë bërë këto krime. Po mirë zotni, maje ti poshtërsin për veti dhe fjalorin e gjuhës shqipe, shko dhe mësoj edhe njëherë prej fillimit që ta marrësh vesh se çka do me thënë ajo. Pra, shko edhe edukohu prej fillimit, e lexo libra shqip, se qashtu veç mundesh me kuptu të vërtetën. Nëse të ka eduku ty najkosh me agenda antipatriotike, që na i mësu me i pa këtyne ditëve, atëherë unë prap nuk kam faj. Ti faj ki që e ke pranuat edukat. Dhe faj ndoshta ka edhe prindi yt që të ka leju me u rrit në këtë formë për me u eduku prej dikujt rrugëve, apo prej armiqve, apo prej strukturave kriminale që kanë mujt me ta ble shpirtin tën të ligë. Kaq është për sonte. Ju lutem shumë, mos harroni edhe njëherë, mos u friksoni, t'jeni të vëmendshëm, të keni kurajo, të keni guxim, t'i lexoni artikujt tonë hulumtues, t'i gjurmoni fusnotat, t'i gjurmoni dokumente që ne ofrojmë, edhe të informoheni mirë me atë se çfarë po ndodh dhe të flisni për gjetjet tona hulumtuese, t'i ndani ato me njerëzit të tjerë në rrjetet sociale ku ju keni hapësirë. Njerëzit duhet ta dinë se çka ka ndodhur. Njerëzit duhet ta, sepse e njëjta strukturë kriminale e papagajve që na kanë rrejt për 20 vjet, se këta janë çlirimtar, tash po munohen me na rrejt, e me ju rrejt juve i dashur publik se redaksin tonë su në rrejnë që këta që po përballen me drejtsin, po përballka me drejtsin sepse pas ka luftu për shtirim. Jo. Drejtësia e Kosovës në Hag nuk e gjykon shtirimin, nuk e gjykon luftën për shtirim, nuk thot që lufta për shtirim ka qenë e gabuar, apo se UÇK-ja ka qenë e gabuar. Thot se vrasja politike e njerëzve që janë vrarë ka qenë e gabuar, sepse është kriminale, është në kundërshtim me ligjet e luftës, është në kundërshtim me ligjet civilizimit njerëzor. Kjo është ajo për çka ata janë atje. Pra, akuzohen, dyshohen bazushëm që kanë vrarë luftëtar të lirisë, që kanë vrarë veprimtar, intelektual, politik, tanë shqiptar.
vetëm e vetëm për me marrë kontrollin e UÇK-s edhe për me kapitullu misionin e saj, qysh edhe e kanë kapitullu dhe e kanë detyru me dorëzu armë në vitin 1999 mas intervenimit të NATO-s, me qëras ja dorëzun edhe verjen e Kosovës Serbis, me qëras Serbia mes natës 3 dhe 4 shkurti vitit 2000, si që dini, i ka dëbu 11.364 shqiptarë dhe 11 prej tyre i ka vra gjatë këtyre natën netëve të tmerrit, duke i dëbuar shqiptarët nga trojet e veta, tokat e veta, edhe pse lufta kishte përfunduar. Në sy të këtyne, me lejimin e tyne, Serbia ka lujt majtap për 23 vjetë rresht në verjen e vendit, tek kur erdhi struktura e re politike me kauz, vërtet patriotike, që deshti edhe po don me zhbë e me shpartallu Serbin nga Kosova, tek atëherë u shtiru verjen e vendit, tek atëherë u rimor kontrolli i territorit. Apo kuptoni? Më thënë, kjo është çdo gjë që e thojnë papagajt në favor të këtyre njerëzve në burg, është thjesht këta janë bashkëfajtor për krejt ato krime për cilat ata akuzohen. Këta janë bashk kriminal për vrasjen sistematike të patriotëve luftëtarëve shqiptar, për vrasjen sistematike të kokës politike dhe intelektuale të themeltarëve të vërtetë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Apo kupton? Këta janë bashkëfajtor edhe për faktin që Hashim Thaçi ka dhonë urdhër mos me ulshu komunikat nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, kur ka rënë heroikisht familja e Adem Jasharit, duke luftuar kundër forcave gjakatare të Miloševićit, për të cilin rast Gani Geci i LDK-s thot se Gani Thaçi i ka qitë në prit, i ka tradhtu familjen Jashari dhe i ka lajmëru policin sepse ai ka punu për UDB-n, thot Gani Geci. Gani Geci thot hapun atë punë. Edhe Gani Geci dhe familja ti kanë qenë të targetum në komunikatën 51, ku kërkohet vrasja atyne. Pse? Se kanë qenë patriota edhe kanë qenë besnik të lidhjes demokratike të Kosovës dhe presidentit Ibrahim Rugova. Në më thonë, për këtë punë dëshmon edhe vetë Jakub Krasniqi. Pastaj e kemi parë edhe deklaratën e Recep Selimit. Pastaj kemi parë edhe videon kur i Fat Jashari thot Hashim Thaçit, mosëm hajde më të shtëpia. Mosëm hajde më të shtëpia. Me plot mirësi thot. Këto janë faktet pa mohueshme, pa kontestueshme dhe kushdo që ju thot ndryshe është të ju rajt dhe është pjesë e strukturës kriminale, vrastare, gjakatare, makabre kundër kombit ton. Prandaj sfidojeni me plot vrull dhe lirisht hajdeni te kronikat e Barutit edhe merrni artikuj ton që ata të mund t'i lexojnë nëse duan mi lexu. Jo që ata nuk e din. Apo kupton. Kjo është. Atëherë i dashëm publik i Facebookit, natën e mirë, e faleminderit që ket me mu deri në këto momente. Mos harroni abononi me kronikat e Barutit, sepse ne vetëm mundësi që ne pranojmë financimin është nga lexuesit tonë, të cilët abonohen me pagesë. Deri më sot i kemi 223 abonues me pagesë dhe ne jemi në garë për t'i bërë të paktën 2000 abonues me pagesë deri në tetor të këtij viti, duke qenë se mas tetorit të këtij viti fatkeqësisht nëse nuk i kemi të paktën 2000 abonues me pagesë, nuk mund të vazhdojmë me redaksinë në gjuhën shqipe, sepse kushtet financiare janë të pavolitshme dhe është e pamundshme që ne të vazhdojmë punën tonë, është e pamundshme që unë të vazhdoj 3 vjet të tje të financoj këtë projekt mediatik vetëm nga xhepi im. I lutem shumë, abononi me pagesë sa më shumë, shpërndani materialet, shpërndani deklaratat tona në kuptimin e asaj artikuj tonë gazetaresk dhe shpërndani informacionin që ne kemi nevojë për financim dhe vetmja mënyrë që ne mund ta marrim financimin është nga pagesat që vijnë nga lexuesit me pagesë. Natën e mirë, mirupafshim. Në raste tjera, nesër vjen artikulli i radhës për Xhemal Mustafën dhe do ta kemi një artikull për çdo ditë deri të premten,
por besojmë edhe ditën e hënë të javës ardhshme do të vazhdojmë të botojmë artikuj lidhur me dosjen e Hagës. Natën